Panajiri i Armëve ka një rekord vizitorësh në Shqipëri që duket se kanë një interes të jashtëzakonshëm për të njohur më nga afër armët. Por një interes të veçantë për shqiptarët janë edhe mjetet e sigurisë. Kevitan Security Communication është një ndër firmat që ka një numër të lartë vizitorësh. Firma e cila prodhon mjetet e sigurisë më të njohura britanike dhe që ofron infrastrukturë që mund të përdoret për sigurinë e qeverisë dhe zonave tregtare, trafikut dhe menaxhimin e parkimit, për internetin e për të siguruar shërbimet e komunikimit. Kevitan zotron një ndër teknologjitë më moderne. Administratori i saj thotë se Shqipëria ka mundësi të shkëlqyera për të përdorur teknikën më moderne të kohës dhe se shteti shqiptar shpreh interes për produktet e sigurisë. There's a lot of interest from the government, the military, town councils, the services. Ka pasur interes të madh nga qeveria, ushtria, pushteti lokal për shërbimet që ne ofrojmë, kamera dhe software, kontroll të aksesit dhe transmetime me fibra optike. Jemi të përfshirë në menaxhimin e trafikut për të ndihmuar qytetet të menaxhojnë mjetet e të vendosin rregullat të qarkullimit. Ka përfshirje në ushtri ku tentojmë të sigurojmë bazat ushtarake dhe ta përdorim këtë teknologji për të ndihmuar forcat e armatosura të mbrojnë ndërtesat e tyre. Shërbimet tona mund të përdoren gjithashtu në tregti nëse një biznes kërkon të sigurojë pronën e tij nëpërmjet kamerave për të qenë plotësisht i sigurt. Kemi ndeshur në interesat e jashtëzakonshme që kur kemi ardhur këtu, kaq shumë sa vendosëm të hapnim një zyrë në Tiranë. Kemi pasur takime me përfaqësues të qeverisë e me kryetarin e bashkisë për të parë se në cilat projekte mund të marrim pjesë. We have had many talks with the government and the town, the mayor, to see which projects that we can be involved with. Një ndër produktet më interesante mbetet teknologjia portable e vëzhgimit të hapësirave të mëdha. This is one product that we've had a great deal of interest in, again, especially from the government. Ky është një projekt për të cilin ka patur shumë interes, sidomos nga qeveria. Na lejon që ta vendosim teknologjinë tonë në diçka portable, të lëvizshme. Prandaj mund ta zhvendosim me shumë lehtësi dhe shpejtësi në vende të caktuara. Mund të vendosim radar, kamera dhe software. Mund të kontrollojmë për shembull përkohësisht një fushë aviacioni. Është një produkt shumë fleksibël. Për këtë arsye dhe ka ngjallur kaq shumë interes dhe kostun e ka mjaft të arsyeshme.